Ne na ka dërguar Jezus Krishti, na ka dërguar në këtë botë të kryem misionin e tij, shërbesin e tij, të shpallim ungjillin e Jezus Krishtit, të shpallim se ai është këmbi i jetës. Mbi te duhet themeluar jeta, jo mbi pasurinë, jo mbi karrierën, jo mbi lavdinë tënde, por mbi lavdinë e Jezus Krishtit, mbi këtë shkëmb. Le të gjejmë shpresën, kuptimin, besimin te Krishti, guri i themelit. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut, që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe 10 përmes valve të Radio Emanuel. Le të ndërtojmë jetën tonë me gur të gjallë besimi, të themeluar në gurin e qoshes, Krishtin. Gur të gjallë, si të jetojnë çdo ditë për Krishtin. Rikthehemi në studio mbas hapësirës muzikore, sikurse e prezantova në hyrje të programit në ditën e sotme, me mua do të jetë një bisedë shumë të veçantë, pastor Plator Çollaku. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku në ditën e sotme, nisim javën kështu në programin Muzik Plus. Përshëndetje Kela, është një kënaqësi të jem së bashku me ju në këtë mëngjes, në këtë ditë, po afrohem drekën në fakt. E ngatruam pak, po besoj dhe shpresoj që të jemi me një zemër plot për të treguar atë që po ndodh në Shqipëri në këtë moment. Më vjen mirë dhe të falenderoj që ke pranuar mes gjithë angazhimeve për të qenë pjesë e programit në ditën e sotme për të prezantuar më tepër një ndër eventet më të veçanta, festivali Tirana Fest, i cili do të mbahet në datën 27 dhe 28 qershor. Do të flasim gjatë për gjithçka që do të ndodhë, duke qenë se ju jeni edhe një ndër organizatorët e këtij festivali, por përpara se të fokusohemi tek Tirana Fest, më trego pak si ka qenë kjo periudhë për ty personalisht, për kishën, për shërbesat. Jemi në sezonin e verës, e di që jeni të angazhuar totalisht me kampe të ndryshme, jo vetëm për fëmijët, por edhe për të rinj dhe adoleshentët. Prandaj më trego pak më tepër çfarë është duke ndodhur momentalisht. Ne në fakt kemi kaluar dhe një pranverë shumë të ngjeshur me punë në këtë vit dhe kemi lënë pak verën pak më të ngadalshme se herët e tjera, po gjithsesi. Të vi kështu më solar. Gjithsesi kemi qenë goxha të përfshirë në punën e ungjillëzimit, në kishmbjelljet tona, gjithashtu kemi pasur 4 grupe nga kisha të ndryshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me të cilët kemi punuar në përfshatra të ndryshëm dhe me disa projekte ndërtimi që kemi në zonën tonë. Jemi duke krijuar një B&B, e cila do të jetë një mënyrë shërbimi për njerëzit. Gjithashtu kemi një kafene që quhet Pastorian Cafe, që është një kafene krishter që sapo e kemi hapur në zonën e Maliqit, ka disa sortimente tepër të veçanta, edhe ka qenë një punë e jashtëzakonshme. Grupet kanë ndihmuar edhe në ndërtim, edhe në ungjillëzim, sepse duam që një pjesë të gjithë këtij lloj biznesi, të themi, të krishter, të shërbejë në ato lloj mënyre për të mbështetur çdo lloj shërbese tjetër që ne kemi me fëmijët, njerëzit në nevojë, edhe çdo gjë tjetër. Gjatë kohës së beharit, planet tona vazhdojnë të jenë njësoj si çdo verë tjetër. Do të kemi një program, një VBS për fëmijët, i cili do të përfshijë pothuajse 300 deri në 400 fëmijë të zonës së Maliqit. Do jetë një javë në gjitha vendet ku ju punoni, ku keni shërbesa. Do të ketë një transport me autobus çdo mëngjes, edhe do të largohen rreth orës 3 mbasdite, ku dreka do të jetë e përfshirë për të gjithë fëmijët. Së shpejti në qarkullim do të jenë dhe formular të regjistrimit për gjithë ata prindër që do të deshin të sillnin fëmijët në aktivitetet tona. Gjithashtu do të kemi një kamp për të rinjt. Kampi nuk është i hapur për çdo për të gjithë të rinjt, por është i hapur për gjithë ata të rinj që këto kohë janë përfshirë me shërbesat tona. Do të jenë, shpresojmë që të kalojmë një javë të këndshme në Jal me çadra. Do të jetë një camping. Shumë i bukur, besoj, patjetër. Edhe gjithashtu do të jetë një mundësi dishepujzimi për të gjithë të rinj që do të marrin pjesë në këtë lloj aktiviteti. Në fund të gushtit do të kemi një grup tjetër ungjillëzimi nga një organizatë që quhet Step of Faith Ministry, që do të marrë pjesë në kisha në Libonik dhe pothuajse pranvera dhe vera është e restauruar në këtë lloj mënyre. Si gjithmonë me shumë aktivitete për gjitha grup moshat, jo vetëm për fëmijët, por edhe për të rinjt edhe për pjesën tjetër të gjithë njerëzve që janë pjesë e kishës tuaj dhe marrin pjesë në shërbesa të ndryshme. Sot unë e përmenda edhe më herët do të flasim gjatë për Tirana Fest. Më trego pak se çfarë është Tirana Fest, si lindi ideja për këtë festival të veçantë. Tirana Fest nuk është vetëm një ide që lind për Tiranën, për një qytet si Tirana. Në fakt,
ka vite me radhë që Luis Palau Ministry, organizata e ungjilltarit shumë të njohur, që quhet Luis Palau, ai ka vdekur në vitin 2021, po puna e tij vazhdon në të gjithë botën. Kam pasur privilegjin për të marrë pjesë në një nga ato evente kur Billy Graham në vitin 2000 organizonte një kongres të madh të ungjillëzimit në Amsterdam. Edhe kam qenë pjesë atij eventi ku ai ishte një nga folësit që Billy Graham, një ungjilltar tjetër shumë i njohur në historinë e krishtërimit modern, e kishte ftuar Luis Palaun për të predikuar. Është një nga ata ungjilltar që ka folur me miliona njerëz. Flitet në statistikat e sotme që 25 milion njerëz kanë marrë pjesë në takimet e ungjillëzimit që ai ka bërë, në festivalet e ungjillëzimit që ai ka organizuar në botë. Ai ka folur në 70 kombe të ndryshme gjatë kohës që ai ishte gjallë, por puna e tij vazhdon edhe në ditët e sotme. Vitin e kaluar, afërsisht një vit më parë, ne si grup që u morëm afërsisht 7-8 veta prej nesh që u morën me organizimin e këtij eventi që quhet Tirana Fest, menduam që ky grup duhet vi përsëri në Shqipëri. Mbajt mend në Tiranë në vitin 2000, kur Tirana Fest u organizua atëherë, edhe Luis Palau ka predikuar në qendër të Tiranës, ishte në sheshin Nën Tereza. Mira njerëz ishin prezent, edhe kishte sport ekstreme me motora, kërcime në ajër me motor, dhe pastaj kishte një koncert të jashtëzakonshëm dhe Luis Palau ka folur vetë. Tani po vim për afërsisht pas një dekade dhe kemi përsëri një Tirana Fest tjetër. Do të jetë një event i jashtëzakonshëm. Do të elektrizojë gjithë qytetin dhe do të jetë një mundësi për gjithë njerëzit për të njohur Perëndin. Pavarësisht se mban titullin Tirana Fest, është i hapur. Në fakt Tirana Fest është një ftesë jo vetëm për besimtarët e krishterë. Në fakt nuk është për besimtarët e krishterë, po ata janë të mirëpritur të jenë atje. Tirana Fest është një mundësi për të sjellë një shok, një mik për të ardhur edhe për të festuar jetën. Kështu që çdo njeri që është duke na dëgjuar në këtë moment është i mirëpritur të vijë. Nëse nuk ka mundësi për transport, po e them tani, edhe kam dëshirë për të gjithë njerëzit, le të më kontaktojnë personalisht, ne do të sigurojmë transport për ju. Ata mund të zgjedhin një nga datat. Po, patjetër, sepse do të jenë 2 data, 27 dhe 28 qershor. E përmendë shkurtimisht pak më herët, duke marrë shembullin edhe të Tirana Fest të vitit 2000, festivali edhe këtë herë premton 2 ditë me shumë energji, me muzikë live, sporte ekstreme, gjithashtu aktivitete për gjithë familjen. Prandaj si është ndërtuar kjo për të tërhequr jo vetëm të rinjt, por edhe brezin më të rritur. Ne po jetojmë në kohë shumë të vështira dhe kohët po ndryshojnë shpejt. Mungesa e shpresës, të jetuarit pa qëllim në jetë, është bërë mod në pothuajse në një gjenerat të tërë që po vjen në këtë botë. Ky event shpreson që të ngjallë një shpresë të re për zemrat e njerëzve dhe për të ndryshuar këtë kohë të vrazhdët, në të cilën çdo njeri është duke kaluar. Eventi shpreson të sjellë jetë në qytet, të sjellë një atmosferë komplet tjetër. Për këtë arsye, ne kemi rezervuar sheshin Skënderbej për datën 27 dhe 28 qershor, që do jenë 2 ditë jashtëzakonshme të elektrizuara me muzikë live edhe me një mesazh shpresë nga Andrew Palau, që është djali i Luis Palaut, ai i cili po vazhdon shërbesën e tij. Gjithashtu, kemi menduar që të sjellim grupe të ndryshme muzikore nga Shqipëria, grupe të njohura, edhe nga Shtetet Bashkuara dhe Anglia. Për shembull, kam dëshirë të përmend disa nga grupet që do të jenë të ftuar në Tirana Fest. Kemi të ftuar Good Boys. Ju her pas here si radio transmetoni këngët e tyre. Është një nga grupet më të famshme të krishterë në botë. Do të jetë në qendër Tiranës në datën 27 dhe 28, prandaj asnjë njeri le të mos u mbas rastin kur mund vinë ata herë tjetër. Është e vërtetë. Ne i dëgjojmë ndoshta këngët e tyre në radio, por është ndryshe të kesh mundësinë për të qenë afër në një koncert. Do kemi këngëtarin e mirë njohur Eugen Bushpepa prezent në festival. Do të jetë Andrew Palau folës me një mesazh shumë të jashtëzakonshëm shpresë për një jetë e re me Perëndin. Do të kemi West Side Family, L27, afërsisht gjysmë miliardi njerëz janë ndjekës tyre në YouTube. Do të kemi Ellie Lambier, ju e transmetoni përsëri atë në radion tuaj. Do të kemi Giovanni B, gjysmë miliardi njerëz gjithashtu ndjekës në YouTube, kanalin e tij në YouTube, Science.
e shumë surpriza tjera që ne nuk i tregojmë. Do të ketë një performancë live, gjithë aktiviteti në të dy netët, do të jetë një, ne i quajmë high energy action, apo një energji në veprim në gjithë spektrin e asaj shfaqje që do të organizohet. Do të ketë shfaqje me BMX, kërcime në ajër me bicikleta, do të jetë një program i jashtëzakonshëm për fëmijët. Pra, në qoftë se ti ke fëmijë dhe nuk ke ku i lë, do të ketë njerëz vullnetar të jashtëzakonshëm që do të kujdesen personalisht për fëmijët tuaj. Është një shfaqje jashtëzakonshme, askush nuk duhet për gjithë familjen. Nuk ka ndodhur ndonjëherë si kjo. Por ajo që unë dua të pyes, ti e përmendë që nuk ka ndodhur ndonjëherë një aktivitet apo një event i tillë, ndoshta në këtë periudhë vere ka plot në gjitha qytetet e Shqipërisë, në Korçë, në Tiranë, ka plot evente muzikore, aktivitete argëtuese për njerëzit, sepse është e nevojshme në këtë sezon të verës. Por çfarë gjej ndryshe në këtë aktivitet, në këtë event, në këtë festival? Mbi gjitha një mesazh që do të ndryshojë jetët e njerëzve, jo vetëm për të kaluar një fundjavë të bukur apo 2 ditë ndryshe nga ajo rutina jone e përditshme. Zakonisht të gjitha shfaqjet përpiqen të sjellin energji dhe një performancë të re në skenë. Në fakt, gjithë skena joni përmbush të gjitha kriteret të një skene botërore në lazer edhe në çdo gjë tjetër. Pra sjellim një energji të re në mes të një qyteti për ta zgjuar atë nga mungesa e shpresës, lëvizjet e pakontrolluara të popullsisë edhe çdo gjë tjetër. Por ka një gjë më të madhe se kaq. Eventi përpiqet të sjellë dhe një mesazh që ndoshta në performancat të tjera nuk dua të debatoj, po ne përpiqemi të sjellim një shpresë të re dhe një shpresë të gjallë. Shpresa e gjallë vjen atje ku njeriu fillon një jetë të re me Perëndin. Edhe kjo është një mundësi e jashtëzakonshme. Për këtë arsye, Andrew Palau në fund të gjithë aktivitetit do t'i drejtohet turmës me një mesazh shumë të rëndësishëm për të vendosur jetën e tyre drejt me Perëndin, edhe për të nisur një jetë të re me Perëndin, për të pasur më shumë shpresë në këtë vend, edhe për të pasur një jetë re me Perëndin, për të ndjekur një rrugë të re. Gjithashtu edhe të gjitha performancat që ne do të përpiqemi të sjellim në skenë janë gjithashtu me një mesazh shpresë brenda tyre. Edhe këngët, ne nuk mund edhe të sjellim muzika, të gjitha detajet e aktivitetit në një radio sepse nuk kemi dëshirë që ti zbulojmë këtu. Ka dhe momente që duhet të jenë surprizë për gjithë pjesëmarrësit. Një pjesë e programit edhe vetë organizatorët e kanë lënë atë për surprizë sepse nuk mund të zbulojnë të gjithë programin për arsye sepse u mbet gjithë interesi. Por nëse shkon sot në Tiranë do të shikosh në gjithë billboardet me video live do të shikosh ftesën për aktivitet. Gjithashtu ka dhe një barkod nëse hyni tek Tirana Fest dhe skanoni, nëse doni të merrni pjesë atje apo të merrni pjesë diku, barkodi ju drejton ku duhet Gjithçka është falas. Gjithçka është falas pa pagesë. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për zbuluar ndoshta edhe aq sa mundemi diçka më tepër nga Tirana Fest, festivali i cili do të mbahet në datën 27 dhe në 28 qershor, por në këtë momente shkëputemi për të ndjekur një hapësirë muzikore, vjen kënga Më shumë dashuri. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Jezu. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të t'adhuroj zemrën time, do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim, do të t'adhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti. Më shumë
ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti. Më shumë dashuri kënduar nga kisha ungjillore Libonik Mali, që është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus. Në ditën e sotme jam në një bisedë shumë të veçantë me pastor Platur Çollakun, i cili është duke na prezantuar më tepër me eventin Tirana Fest. Pastori përmendë pak më parë rreth Luis Palaut, ai që organizoi eventin në vitin 2000, por këtë herë do të jetë djali i tij i cili do të jetë në Tiranë. Prandaj më trego pak më tepër rreth tyre, si ka nisur ky sër eventer, sepse e di që nuk ka ndodhur vetëm në Tiranë, por edhe në shumë vende të tjera të botës. Në fakt ndodh brenda vitit në disa vende të ndryshme të botës, por për herë të dytë vjen në Tiranë. Pas 10 vitesh vjen për herë të dytë në Tiranë. Këtë radhë do të kemi të ftuar djalin e Luis Palau, që është Andrew Palau, i cili tani drejton organizatën e ungjillëzimit që babai i tij Luis Palau ka krijuar vite më parë. Luis Palau ishte një ungjilltar Argentinas Amerikan, i cili jetoi në Amerikë, në Portland. Ai kishte lindur në Argentinë, po u zhvendos në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka qenë një nga shokët e ngushtë të Billy Grahamit, dhe zakonisht Billy Graham e përdorte në takimet e tij të ungjillëzimit si një nga forcat e tjerë. Luis Palau ka ndikuar jetën, siç e thamë në fillim, të miliona njerëzve. Organizata e tij ai ka lënë një trashëgimi të jashtëzakonshme të miliona njerëzve, të cilët kanë vendosur besimin e tyre tek Jezu Krishti si Zot edhe shpëtimtar për jetën e tyre. Sot organizata e tij, pavarësisht se ai ka vdekur, organizata e tij vazhdon të qëndrojë fort për Perëndin në kombe të ndryshme. Djali i tij vazhdon të kryej punën e babait të tij, dhe për këtë arsye tani kemi përsëri Tirana Fest. Do jetë një mesazh i jashtëzakonshëm. Tirana Fest nuk është që ndodh vetëm brenda atyre 2 ditëve, të cilat ne i përmendëm, datën 27 dhe 28. Fillon tek ora 5 masdite dhe vazhdon deri në darkë vonë me mbylljen e programit me një mesazh shprese. Por në të njëjtën kohë, gjatë këtyre ditëve do të ketë dhe aktivitete të ndryshme që do ndodhin në Tirana Fest. Në fakt, gjatë gjithë javës do të ketë grupe të ndryshme ungjillëzimi në qytet, do të ketë një takim i jashtëzakonshëm në një burg në Tiranë, do të ketë edhe me të burgosurit, do të jetë një aktivitet i jashtëzakonshëm, por në të njëjtën kohë do të ketë edhe disa aktivitete tjera. Për shembull, një nga aktiviteti që do ndodh në datën 24, në ora 6:30 në një nga hotelet prestigjioze në Tiranë, do të jenë të ftuar përfaqësues të shoqërisë civile, medias, biznesit dhe politikës, të cilët do të jenë në një mbrëmje gala të ftuar nga organizatorët e Tirana Fest. Do të ketë një aktivitet po ashtu për gratë që janë në karrierë edhe në shoqërinë civile, e cila do të jetë po ashtu në një hotel tjetër në datën 25. Të gjitha këto aktivitete të tjera janë me ftesë e bazuar në ndikimin që këta njerëz kanë në shoqëri, sepse ne po përpiqemi të prekim me Tirana Fest çdo aspekt të shoqërisë, duke dhënë jo vetëm dynet,
duke dhënë një javë të tërë. Edhe le të mos shpresë. harrojmë që gjitha këto aktivitete, evente që do ndodhin para datës 27 dhe 28 jep mundësinë për dhënë edhe më shumë informacion, për të ftuar më shumë njerëz të cilët do të jenë pjesë e eventeve të veçanta sikurse ju sapo i prezantuat. Edhe një gjë tjetër Kela, nëse ka dikush një njeri që ka dëshirë të marrë pjesë në këtë aktivitet, do të ketë edhe nga Korça autobus që do shkojnë në Tirana Fest. Ju lutem kontaktoni në faqen time të Facebookut apo në faqen tonë të kishës, unë gjuare në Libonik ose në çdo gjë tjetër. Nuk jemi organizator si kish. Unë jam personalisht një nga personat që merr pjesë në organizimin e Tirana Fest. Por ju mund të më kontaktoni në qoftë se keni dëshirë të merrni pjesë. Dhe gjithashtu të gjitha ato kisha që duan transport për të sjell jo vetëm besimtar, por edhe jo besimtarët në një aktivitet si ky, janë të lutur të kontaktojnë personalisht për të siguruar transport edhe për të marrë shparas. pjesë në këtë festival të veçantë. Nuk e di cili është reagimi i komunitetit dhe i qytetit ndaj një festivali të tillë, a ka pasur mbështetje apo nga ana tjetër dhe sfida në organizimin e një ngjarjeje të këtij lloji në Shqipëri, të këtij eventi madhështor. Një ngjarje e këtij lloji ka sfidat e saj, pothuajse ne jemi takuar online edhe personalisht, pothuajse për afërsisht më shumë se 6 muaj për organizimin e një eventi të tillë në Tiranë dhe online me njerëz nga vende të ndryshme të botës, sepse ju e dini që këtu janë ftuar njerëz nga shumë kombe të ndryshme për të organizuar një event si ky. Ka qenë një organizim i jashtëzakonshëm dhe për këtë dua të falenderoj të gjithë anëtarët e core team që ne e quajmë, që kanë dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme në organizimin. Është një industri e tërë elektronike mbrapa për reklamimin online, mjetet televizive, billboardet, çdo gjë tjetër, ftesat, komunikimet, grupet e evangelizimit. Është një lëvizje e mira njerëzve për të organizuar një event si ky. Ka qenë edhe për mua një eksperiencë e jashtëzakonshme, sepse nuk kam marrë pjesë në organizimin e një eventi kaq të madh. Në një sens më ka syt për të parë diçka më të madhe që mund të bëhet në rang kombëtar. Po kjo nuk është për interesin ton. Gjithçka duhet jetë për lavdin e Perëndis. Ne thjesht japim kohën tonë në mënyrë vullnetare për ndërtimin e një eventi si ky. Është një gjë e jashtëzakonshme për të parë atë që po ndodh. Dhe jam i sigurt që sheshi Skënderbej në 2 net 27 dhe 28 qershor do të jetë plot. Me mira njerëz do vëshojnë rrugës për të ndjekur këtë event të jashtëzakonshëm me pjesëmarrjen e shumë personaliteteve të njohura në botën e muzikës, medias, artit edhe çdo gjë tjetër, edhe në botën e krishterë. Edhe për te numrit të njerëzve të cilët jam e sigurt që do të jenë të shumë që do të marrin pjesë në këtë festival, çfarë prisni të ndryshoj konkretisht tek njerëzit që marrin pjesë në të? Si mendoni që do të ndikojë kjo përbojë në jetën e tyre personale, por mbi gjitha shpirtërore? Qëndrimi i këtij eventi është një jetë e ndryshuar nga Perëndia, nga fuqia e Perëndisë, jo nga fuqia e njerëzve. Kur njerëzit të kthehen në shtëpi, ata duhet të kenë marrë një vendim të jashtëzakonshëm në jetën e tyre për të ndryshuar rrugën, për të pasur një shpresë të gjallë, ashtu siç thuhet në fjalën e Perëndisë, për të vendosur jetën e tyre drejt me Jezu Krishtin, edhe për të nisur një jetë të re me Perëndin, një jetë që ja vlen të jetohet, edhe ja vlen të festohet. Për këtë arsye është eventi. Ne duam ta festojmë këtë jetë, një jetë e re që sapo po lind. Dhe në fakt është shumë bukur, teksa po mendoja që në periudha të ndryshme të vitit, kryesisht në periudhën e Krishtlindjes, të Pashkës, njerëzit janë gjithmonë edhe më tepër të hapur për të marrë mesazhe të tilla, hapin zemrat e tyre më lehtë se sa ndoshta periudhat të tjera të vitit, por pse jo, mund t'i përdorim këto aktivitete, evente, festivale, dhe jam e sigurt që njerëzit do të jenë shumë të hapur për të dëgjuar dhe për të marrë nga fjala e Perëndisë, për të prekur ndoshta edhe përmes muzikës që do të dëgjojnë aty, sepse dhe muzika ka një rol shumë të rëndësishëm. Ajo që dua të pyes në këto momente, nuk e di nëse keni menduar që Tirana Fest ndoshta mund të shtrihet në qytete të tjera apo të kthehet në një lëvizje më të gjerë për të rinjt dhe familjet në gjithë Shqipërinë përtej Tiranës. Ne në fakt kemi menduar dhe kemi diskutuar, sepse ne do shikojmë si eksperiencë këtë radhë. Por ne po mendojmë që Tirana Fest duhet të shtrihet edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Duhet të vijë si eksperiencë jo vetëm në Tiranë, po edhe në vende të tjera. Edhe ndoshta pse jo në Korçë.
Do të ishte shumë bukur. Do ishte një gjë e jashtëzakonshme. Gjithsesi, un jam 20 atje, do përpiqem të grej zërin që ndoshta një herë tjetër të ndodh Korça Fest. Pse jo, do të ishte vërtet shumë bukur edhe duke parë pritjen e qytetit ton që jemi gjithmonë edhe më tepër të gatshëm për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve. Na vjen natyrshëm. Aktiviteti festivalor. Rrugët janë plot. E vërtet. Pse mos ndodh një gjë? Edhe besoj që në këtë periudhë është një mundësi shumë e mirë edhe për gjithë ata emigrantë që ndoshta kthehen për të pushuar në vendin tonë në Shqipëri, edhe pse jo për të marrë pjesë edhe në një festival të tillë. Patjetër. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak për të ndarë një mesazh të fundit për gjithë ata që janë duke na ndjekur, por në këtë moment shkëputemi për të dëgjuar një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga I këndoj dashurisë tënde nga Petrina Kalaveshi. Është marrëzi e di kur bota tridon të ketë parë, do të kërcej me gzim si të shkërcejmë tani. I këndoj dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde. Këndoj dashurisë tënde është kjo këngë e cila na rikthen në studio në programit Muzik Plus për të vazhduar edhe disa minuta bisede në studio me pastor Plator Çollakun, I cili na ka prezantuar edhe ka ndarë me ne më tepër detaje nga Tirana Fest, e cila do të mbahet në datën 27 dhe në 28 qershor në Tiranë. Pastor, ti je një ndër organizatorët e këtij eventi, por mund të ndash më tepër detaje se kush e ka organizuar gjithë eventin, gjithë këtë festival madhështor. Në fakt është mirë ta theksojmë që organizatori kryesor I Tirana Fest është Vllazëria Ungjillore e Shqipërisë. Një organizatë që përmbledh të gjitha kishat dhe organizatat ungjillore në Shqipëri, është një mundësi e jashtëzakonshme që jepet komunitetit ungjillor të ndikojë pozitivisht shoqërinë në të cilën ne ndodhemi. Dhe gjithashtu ne duam të sillim shpresë edhe dashuri. Kisha tonë është një nga anëtarët e Vllazërisë Ungjillore Shqiptare, por organizatori kryesor I Tirana Fest është Vllazëria Ungjillore e Shqipërisë. Edhe dua të falenderoj Alesion për punën e jashtëzakonshme me organizimin, sekretarin e përgjithshëm të Vllazërisë Ungjillore, dhe gjithashtu do të falenderoj të gjithë të tjerët, Ergestin dhe çdo njeri që punon brenda zyrave të Vllazërisë Ungjillore për këtë event
të jashtëzakonshëm. Në të njëjtën kohë, organizatori dhe mbështetësi kryesor i gjithë këtij aktiviteti Tirana Fest, sepse duhet të dim që ka një kosto për Shumë të organizimin e madhe. eventeve të tilla, është organizata e Luis Palaut. Ai që ti prezantove edhe më herët, ku dhe djali i tij do të jetë një ndër folësit kryesor në këtë event të veçantë. Dhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur, nëse ndoshta dikush që po na dëgjon nuk është i sigurt nëse duhet vi në këtë festival të veçantë, çfarë do t'i përcillit si një mesazh për t'i inkurajuar të jenë pjesë e Tirana Fest në datën 27 apo edhe në 28 qershor? Të dashur besimtar që jeni duke na dëgjuar në këtë moment, edhe ju që jeni dëgjues në të njëjtën kohë, nëse je besimtar dhe zemra jote digjet për të parë mbretërinë e Perëndisë të ngritur në këtë botë edhe në këtë vend, ti nuk duhet të mungosh në Tirana Fest, sepse është një mundësi e jashtëzakonshme për të sjellë një mik, një shok, një antar të familjes, i cili duhet të vijë dhe të gjejë shpresën që i mungon në zemrën e tij. Në këtë botë ne shikojmë në rrugë njerëz pa shpresë, pa jetë, pa të ardhme, duke i pasur gjithmonë syt jashtë kufive të këtij vendi, nëse di që ka njerëz të tillë, të lutem, hajde ti po të merri dhe ata me vete, sepse është një mundësi e madhe për të gjithë ata për të vendosur jetën e tyre drejt me Perëndin dhe për të nisur një jetë të re. Kjo është e vetmja mundësi në këtë kohë vape për të gjetur një rrugë shprese dhe një dritë të re nëpërmjet marrëdhënies që ne mund të kemi me Jezu Krishtin, Zotin dhe Shpëtimtarin tonë. Unë të falenderoj vërtet shumë, pastor, për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Ju uroj shumë suksese dhe mbi gjitha bekime për gjithçka që jeni duke realizuar me eventin dhe festivalin e veçantë Tirana Fest. E teksojmë edhe një herë në datën 27 dhe 28 qershor. Kënaqësi të ishim së bashku, edhe pse jo të promovojmë gjithmonë edhe më tepër aktivitete, nisma të tilla, për qenë më tepër një zë për gjithë ata që na ndjekin edhe për t'i ftuar për qenë pjesë çdo aktiviteti. Të falenderoj edhe një herë, të uroj një ditë mbar në vazhdim. Ne këtu përfundojmë bisedën tonë në studio, shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Zoti është bariu im, kënduar nga Çimi dhe Nisa. Rikthehemi së bashku vetëm pas pak.